Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në Tiranë ngriti shqetësim për rrezikun e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, një e drejtë e garantuar nga marrëveshja e Ohrit. Sa i takon gjuhës shqipe në Maqedoni, është një rrezik i vërtetë që mendoj që duhet i dalim zot të gjithë. Çdo koment tjetër që mund bëhet, a mund bëhet ligj më i mirë, a mund bëhet kështu, a mund bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin kësaj marrëveshje. Kreu aktual i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, duket më optimist dhe kërkon që të mos politizohet debati që po zhvillohet aktualisht në Shkup. Sa më shumë që ne e depolitizojmë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe, aq më shpejt mendoj se do arrijmë deri te zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Ish kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazović, mendon se duhet bashkimi shqiptarëve që e drejta e përdorimit të gjuhës shqipe të mos shkilet. Të gjithë duana me qenë të gatshëm të mbështesim shqiptarët në mbrojtjen e drejtave të cilat janë arritur. Drejta të cilat janë arritur nuk munden të devastohen. Edhe zëvendës kryeministri Glauk Konjufca kërkon bashkim, por fokusi në fjalën e tij është i krijimi i një diaspore të vetme të shqiptarëve, të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës. Nëse nuk është e përbashkët, edhe nëse nuk e bën Kosova bashkë me Shqipërinë, rrezikohen të na krijohen dy mërgata. Panelist së bashku me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, liderët shqiptar të rajonit, folën për nisma që janë ndërmarrë dhe ato që duhet të ndërmirën në të ardhmen bashkërisht.